Dhe këtu kemi 4 mënyra se si ti mund ta luash lojën e jetës. E para është që ti refuzon të luash. Më thot, tash ky biznesi im kaq ka, është shumë poshtë, nuk industria ime këtë funksion ka, nuk mund shkon dot më tepër. Domethënë 7 shifra shkon 1 milion euro, nuk shkon dot më tepër, nuk e thyej dot. Disa kanë ngec tek 2 milion euro, 5 milion euro, nuk ecim më. Disa tjerë thonë, duke çudi olla se unë 150.000 euro kam, si mund shkoj në 1 milion euro. Pra këto refuzojnë të luajnë, dhe thonë nuk funksionon, se ekonomia ka rënje. E dyta është që ti bën sikur luan, ti fiton aq pak, po aq pak fiton si pronar biznesi, sa ti nuk e meriton që të quhesh pronar biznesi dhe të kesh drejtën të punësosh të tjerë, sepse fitimi jot është shumë i vogël dhe ti nuk është mënyrë për të bërë biznes. Mënyra e tretë është që ti luan për të mos humbur. Kujdes, frika se mos inshallah s'po humbim këtë muaj, kujdes. Dhe mënyra e katërt është që bësh atë lojën e mesit kur luan për të fituar. Dhe për të luajtur për të fituar të duhet patjetër një mentor apo një dikush nga jashtë.